Shkodranët u rikthyen në protest pas drekën e ditës së enjtë u thirr një tjetër marshim nga truma Dugajve të reja drejt sheshit përpara Bashkisë së Shkodrës. Këtë herë numri i qytetarëve që u përgjigjën kësaj thirrje ishte shumë herë më i ulët. Megjithatë, këta të fundit marshuan me thirrjet kundër klasës politike dhe duke u bërë në të njëjtën kohë thirrje qytetarëve të tjerë t'i bashkon këtij marshimi duke lënë çndrimin në kafe. Kjo protestë e shkodranëve përkoi me të 19-ën që po zhvillohet në shkallë vendi, ku qytetarë të shumt në kryeqytet po e vijojnë rezistencën e tyre dhe thirrjet kundër klasës politike, duke kërkuar dorëheqje prej këtyre të fundit. Me të njëjtën gjuhë artikulimi, edhe në Shkodër nuk munguan këto thirrje. Parlament ka bën një ligj të zi, me amor po të shqiptarit e me arron zëzarit. Sa shqiptari po vërtet, po buqet, me amar po kënë zëzarit e me aty shqiptarit. Sot ja u garantoj që në kjo se nuk ishte me kanë censura, sot do t'ishte kanë plot kyshesh me njerës. Por gjithë se cili, ka një familjar në punë dikun, ka një familjar fillun dikun me këtë shtet hajdut, me këtë shtet korruptum. Për këtë arsye, ata nuk dalin këtu, nuk kanë qef për me u pa ftyre si u shifet shari, edhe ja hegun edhe bukën e gojës. Atë ka shatë sot, e cila është jashtë zakonisht e vështirë për gjithë se cilin për nesh. Për këtë arsye, janë censuru, janë dhanë paralajmërime për mos me dalë në protest. Faktikisht, kjo për gjithë se cilin për nesh. Ndryshe nga dy protestat e para, këto pasuese, në qytetin e Shkodrës ka njohur më pak pjesëmarrës, duke treguar një lloj indiferentizmi të pjesës më të madhe të qytetarëve për t'u bashkuar këtij reagimi që ka përfshirë kryeqytetin shqiptar dhe disa prej qyteteve kryesore të vendit.